gjetur gjithmonë mënyrat e tjera që të jemi të dashuruar për ditë. Mos të nxitoj me vrap muajt e para ajo dashuria që është eros, është epsh, dhe pas një vit e gjysmë, atëre duhet marrë vendimi për të martuar. Më përpara unë nuk do rekomandoj askush të nxitonte. Të parat që janë të afta për të lexuar gjuhën e trupit të bashkëshortit është gruaja. Në trurin e saj një femër ka 14 deri në 17 vatra për analizimin e gjuhës së trupit, kurse burri ka 4 deri në 7 vatra. Disa njerëz afrohen për qëllime seksuale. Disa afrohen për një bashkim afatgjat. Një grua e zgjuar nuk do të zgjedh kur një burr budalla. Një burr i zgjuar mund të zgjedh një grua budallaqe. Shpesh ndodhen në atë grackën e grave që thotë, ama ky burri im i mbaruar, s'ka fuqi, ky s'di as bëj asgjë, por dhe ai preket, dhe ai ka nevojë për fjalë, ka dhe ai nevojë për përkëdhelje, ka nevojë dhe ai për nxitje. Sa më larg nga narcisti.